Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Plaka për të cilën kujdesesha në Itali më la gjithë trashëgiminë e saj. Kur lash Shqipërinë për Italinë në moshën 28 vjeçare, nuk e dija se po nisesha drejt një kapitulli që do të më ndryshonte komplet jetën. Shkova si shumë vajza të tjera me një valixhe gjysmë bosh, me frikën e fshehur dhe me shpresën që nuk do ta pranoja kurrë me zë. Puna që gjeta ishte si kujdestare për një zonjë shumë të moshuar, zonjën Elena, 87 vjeçe që jetonte në një vilë të vjetër në periferi të Romës. Ditën e parë, unë ndjeva si jashtë vendit. Shtëpia ishte e madhe, e heshtur dhe kishte atë aromën e vjetër të mobiljeve prej druri që ruhen me kujdes. Ndërsa shtyja karrocën nëpër korridor, ajo më kishte parë drejt në sy dhe më tha me një zë të ngadalt: "Ti nuk je si të tjerat, e ndjej që je njëri i mirë." Aso kohë nuk i dhash rëndësi, por ajo fjali më mbeti si ngulitje. Zonja Elena nuk ishte si shumica e të moshuarave për të cilat unë kisha dëgjuar. Nuk ankohej për çdo gjë, nuk ngrinte zërin dhe nuk më trajtonte fare si shërbyese. Më fliste për jetën e saj, për dashurinë e madhe që kishte humbur kur ishte 30 vjeçe, për djalin e vetëm që i kishte vdekur, për motrën me të cilën nuk fliste prej dekadash. Shpesh natën vonë kur i sillja ilaçet më thoshte: "Ti më kujton rinin time Lori. Je e fort edhe kur nuk e pranon." Nga ana ime, unë i bëja shoqëri, i lexoja libra, qetësoja kur ajo kishte ankth. Ndonjëherë ajo më kërkonte të rria ulur në divan, thjesht isha aty prezente pa folur, në heshtje. Dhe kështu, avash u bëm familje. Por në fakt, për këtë gjë nuk ishin të gjithë të lumtur me praninë time. Gjatë çdo vizite, mbesa e saj, një grua rreth të 40-tave, më shikonte sikur po i merrja diçka. Më pyeste për çdo gjë, më kontrollonte punën, madje më kërkonte të mos rria shumë gjatë në dhomë me gjyshen. Ajo ishte një nga ata njerëz që vinin vetëm kur kishin interes, dhe interesat ishin shumë: vilat, tokat, kursimet e plakës. Një herë dëgjova teksa i thoshte: "Gjyshja ime nuk ka nevojë për shoqe, ka nevojë vetëm për kujdes." Zonja Elena u përgjigj me një zë të qetë: "Kujdesi pa dashuri është torturë." Kaq mjaftoi që mbesa të ngeli shumë keq dhe të merrte flak nga ajo fjali. Një mëngjes të ftohtë janari, zonja Elena kishte pamje shumë të lodhur. I mora dorën dhe ajo ma shtrëngoi shumë fort. Më pa drejt me ato sytë e kaltër që gjithmonë më dukeshin si plot histori të pazbuluara. "Lori, do të lutem për një gjë." "Po, më thuaj, Elena." "Kur unë mos të jem e gjallë, mos lëre askënd të bëj të ndihesh fajtore që më desha." Nuk dija pse e tha atë ditë, por sikur po e parandjente. Pak ditë më vonë ajo mbylli sytë qetë në gjumë. E mbajta dorën derisa erdhi ambulanca. Më dukej sikur kisha humbur nënën time. Një javë pas varimit, avokati i familjes më telefonoi: "Zonjusha Lori, duhet të paraqiteni në zyrë. Zonja Elena ka lënë një testament për ju." Kur vajta, e gjithë familja ishte aty. Mbesa, niprit, kushërinjt, fytyrat të ngrira dhe sytë të gjithë tek unë. Pastaj avokati lexoi testamentin. Shtëpia ku ajo jetoi gjithë jetën, kursimet e konsiderueshme dhe tokat që kishte, ishin lënë të gjitha në emrin tim. Një heshtje e rëndë ra në dhomë. Mbesa u ngrit në këmbë dhe tha: "Kjo është tallje. Ajo është e manipuluar. Shqiptarja i ka marrë mendjen." Unë qëndrova e ulur dhe e ngrirë. Nuk e kisha ditur kurrë këtë gjë dhe as nuk e kisha kërkuar. Puna ime kishte qenë vetëm dashuria dhe kujdesi. Avokati foli qartë. Testamenti është i firmosur 3 vite më parë, kur zonja Elena ishte e verifikuar mëndërisht dhe e qëndrueshme. Ishte vendimi i saj, i vetmi vendim i lirë që kishte marrë në vitet e fundit. Familja shpërtheu në akuza, ofendime dhe kërcënime, por ligjërisht nuk mund të bënin asnjë gjë. Ajo më kishte zgjedhur mua. Për mua nuk ishte thjesht pasuri, nuk ishte fitore, ishte përgjegjësi. Ishte mall që më rëndonte në zemër.
Për muaj me radhë nuk preka asgjë nga ato. Jetova të një shoqe larg vilës, derisa një ditë vendosa të hyja. Jo si pronare, por si dikush që po kthehej në shtëpinë e dikujt që e kishte dashur shumë. Në tryezën e saj të vogël, gjej një letër me shkrimin e saj të ngadalt. Lori, ti ishe njeriu i vetëm që më kujtoi se isha ende gjallë. Mos ki frikë ta jetosh jetën, unë jam aty me ty. Atë ditë kam qarë aq shumë sa nuk mund të ndaloja dot. Dhe kuptova një gjë. Kjo trashëgimi nuk ishte për të më pasuruar mua. Ishte mënyra e saj për të më thënë faleminderit.